Meraman Hallaçin, trajneri i ekipit të Sopotit, pikërisht në mbylljet e takimit Shiroka Sopoti 1-0 për ekipin vendas. Ju vjen keq që e pësuat golin në limit të takimit. Po ishte një ndeshje shumë e luftuar nga të dyja skuadrat. Nuk është se kishim shumë raste qoftë nga për qoftë dhe kundërshtari në pjesën e parë. Kishte volum loje, por nuk është se kishim shumë hapësira, që është vërteta pjesën e parë. Më pas pjesën e dytë kuptohet e skuadra sulmoi më shumë sepse donim që të fitonim ndeshjen. Skuadra kundërshtare mendoj që ra pak fizikisht. Ne bëm gjithë ato zonësime që kishim përgatitur dhe mendoj që po t'i dhëm pak freski skuadrës. Nuk është se kishim përsëri shumë hapësira, por kishim disa momente që mund të ishin pak më të qartë. Kuptohet më pas momenti i fundit ishte shumë deciziv, që kuptohet dhe që tek Auti për shembull nuk jam dakord sepse lojtarët duhet të jenë shumë të përgjegjshëm, nuk duhet të marrin përsipër Autin një lojtar që nuk e ka për ta marrë, por duhet të shkojë tek vendi i tij. Megjithatë këto gjëra do të shikojmë ngadalë në analizën që do bëjmë. Profesor, kjo humbje në Shkodër me Shirokën sa ndikon në pozitat pretenduese, sepse Sopoti vazhdimisht pretendon. Po sigurisht ne do vazhdojmë shkuarën e parë. Do vazhdojmë sepse pesë ndeshje kemi bërë dhe sigurisht që lufta është e hapur deri në fund. Më vjen mirë që kampionati është i luftuar, shumë skuadra janë organizuar dhe shpresojmë deri në fund tek objektivi. Ta meritoj ai që ka dhënë më të mirën në fushë dhe do shkojnë në vendin e parë, por është herët për të folur për vendin e parë sepse ka shumë ndeshje për të luajtur. Patët përballë një Shirokë që vjen nga kategoria 3, ndoshta pa njohur për ju, por po bën mirë, po sfidon skuadra me emër. Po sigurisht, se ato pikë nuk është rastësi që i ka marrë, ata kanë punën e tyre, që kanë bërë organizimin e tyre, i propozoj përfitoren që bën. Nuk duhet të merrem me rastin e fundit sepse nuk jam ende i qartë, nuk është se jam shumë i qartë nëse ishte offside apo jo. Por kuptohet duhet merremi me veten tonë dhe të shikojmë gjërat me qetësi dhe për të vazhduar dhe për të ngritur. Profesor, faleminderit, suksesin vazhdim.